Në atë periudhë, muzika ju bo shumë revolucionare, por repi ka qenë më i vështirë. Çka mendon ti për këta artista që sot jetojnë në një kohë kaq të lirë edhe me thonë prodhojnë muzikë limonada? Në atë kohë, do me thonë, nuk na kanë marrë seriozisht dhe këna posë normal pak pengesa për zhanreve tjera, mas ne qëtu pak produksione që e në konë, ju mënu me na imponu mënyrën qysh qa me bo, qa me prodhu, qa me kriju. Tash rinjia i kanë dyrë qele dhe i kanë hapur me kriju qa dojnë. Dashnë të kryojnë limonada, dashnë të kryojnë diçka tjetër, është çështje e tyne. Qysh e vlerëzon ti muzikën, tu i pas parasysh që gati 31 vite mos gaboj karrierë? Muzikën që po bëhet tash? Sigur krejt tjerë, po menoj që është analizë e thjesht me bo këto vitet e fundit nuk është tu kriju në baza artistike, ma shumë është tu kriju me përcjell trendin, me bo viral, me funksionu, me mujt me shku me knu në diskotekë, me marrë në lek.